Që të zgjatem, që të dukem sa më shumë edhe sa më mirë. A që vëtepër që sot njerë ka vesh një fustan që unë e kam shumë qef, e kam shumë për zemër, se më duket, i kam të gjitha frutat këtu në fustan, që që të doni, mund t'i merrni. Ua, vjen dhe para kalimi në fillim të Fundday, tamam kështu i bie, mirë se erdhët në Fundday dhe për ditën e sotme kemi shumë gjëra të bukura ekstremisht. Përpos kësaj kemi dhe shumë këngë të reja dhe të bukura, po prit të reatohem njerë se mbi gjitha ky është nga këto fustane që Stella Sallaku ka bërë një super punë, që dhe kur ulesh fapi ke sharet jashtë, domethënë. Është fustan inteligjent për mendimin tim, është smart, shumë smart si fustan. Kemi bërë këto gërshetat mi bëri Lola dhe për të ndirë sa më mirë, domethënë ndjesia e mirë vjen nga jashtë. Domethënë nëse ti ndihesh bukur me veten kështu, fillon dhe je pozitiv, sjell këngë të bukura për shkak sot në Fundday, sjell strisha sensuale me dashuri, sjell tash themat më të fundit sapo dalën nga furra, sjell këngët më të reja që janë lançuar me Nick Jonas, me Coldplay, me Justin Timberlake që do t'i sjellim ne këtu. Po para kësaj ta nisim kështu mbar dhe mirë. Edhe qetë, flasim dhe nga dali me gjitha. Unë preferoj shumë që gjithë ju fan lovers bëjni pjesë jona në rrjetet tona sociale. Është tepër e thjeshtë. Mjaftoj që në Google kësaj herët na googloni të shkruani jo Fatma me Hasani, por Rin TV Benja, si në Facebook, në Instagram, në Twitter dhe kudo tjetër. Tani ne jemi është e martë sot, nëse nuk gaboj. Është e martë, erdhi e mërkura, ente premte apo është e mërkur? Ç'është sot, u trasha fare. Është e martë. Është e martë, është 17 maj, po më vonë do të flasim për këtë. Vjen e premtja shpejt, kështu që të premten e do të luajmë 10 këngët më të mira shqiptare sipas votave tuaja. Këtu dua dalë tek ajo pjesa në intv.al/top10 ku ju do të jepni votën tuaj të preferuar për këngë shqiptare, edhe ne ndërtojmë 10 këngët më të mira. Tani e thash kemi shumë gjëra të bukura dhe një gjë do zbuloj dhe ne do fillojmë shpejt e shpejt. Sot kemi të ftuar dy djem që e keni parë shpesh mendoj vërdalla të faqen Showbizi shqiptar. Faqja më e klikuar 1 milion e ca ndjekës në Facebook, më e ndjekura në Instagram, që nxjerrin foto ekskluzive të VIP-ave etj. Si ka nisur kjo faqe? Këto VIP-a dalin vetë aty, kërkojnë vetë që t'i nxjerrin nëpër foto apo i marrin spontanisht dhe rrjedhimisht, do t'i zbulojmë pak më vonë kur kemi dy djem që e kanë këtë faqe, më në fund do dalin dhe ato do flasin hapta zimati dhe me kënga VIP-at kanë probleme. Të gjitha këto do zbulohen sot në Fundday. Para se të ikim tek kënga e parë, unë them të ikim njëherë tek Telekom Albania. Ju mund të shkojnë çdo dyqan të Telekom Albania për të marrë përqindje sa më pranë paketave më cool dhe më in që vijnë këtu në Shqipëri, për shfrytzuar 4 që vjen nga Telekomi, për të marrë paketat dhe dhurata që vinë non-stop. Informacioni më i saktë është në telekom.com.al. Me një Telekom në telefonin tënd, me një televizor që e keni stakuar tek Kin TV, me një telekomand që ngrini zërin dhe dëgjoni Fest ka fillon Fundday. Më ke lëzuar mendje Giulia se këtë këngë nuk do ta sjell tani në fakt për gjithë fan lovers, meqenëse është kënga që unë vazhdoj ta preferoj dhe ta dua shumë, domethënë Dallull dhe Ardian Bujupi që do të kemi shumë shpejt, se kanë folur me ta dhe shumë shpejt do vinë në Fundday, po ky do jetë sekret, mos e tregoni. Na jena një. Unë fiksohem gjithmonë me këtë këngë, nuk e di pse e këndoj gjithandej. Unë stonoj, po ama çefin tim e kam ta këndoj. Tani do të këndojmë edhe Happy Birthday, në fakt për gjithë ato që festojnë sot. Sigurisht dihet sot edhe është dita është 17 maj, ka shumë ditëlindje në showbizin shqiptar edhe atë tuaj. Ndër të tjera sot është International Day Against Homophobia, domethënë është dita kundra homofobisë, festohet në mënyrat e tyre me parata që ato bëjnë dhe ky target grup njerëzish. Për të kaluar tek personazhet e famshëm që festojnë sot ditëlindjen. E mbani mend modele në fakt është Karush Train, po ne më shumë ti kemi njohur si ishte dashur e Chris Brown, e cila ishte edhe një ndër klipet e Chris Brown që dukishte tepër bukur. Lidheshin, ndaheshin, pajtoheshin, dashuroheshin etj. Mendohet që me këtë Chris Brown do shëroheshte, domethënë nga dashuria e madhe me Rihanna, asgjë nuk ndodhi. Sot Karush feston 28 vjetori, një modele në profesion, nuk dim ato ta uroj, vallë Chris Brown sot apo çfarë do ndodh, mbasi po mund të di një pajtim mes tyre. Për të kaluar tek kush e mban më atë këngën Let Her Go për shembull, një këngë dramatike në llojin e saj, Passenger e solli në 2013 ose 2012 nëse nuk gaboj, një këngë që pati epokën e saj shumë u pëlqye. Autori i kësaj këngë Passenger sot feston ditëlindjen eksaktësisht 32 vjeç, ama nuk dua zbuloj as detaj më shumë sepse pak më vonë do të flas më detaje për Passenger, për këtë këngë që e bëri shumë të famshëm. Sa kishte fituar ai djalë me këtë këngë, do habiteni kur ju flas me shifra më vonë ama. Dhe e mbyllim kështu listën
e ditëlindjeve me një ndër prezantueset më seksi shqiptare që ne kemi, me Marina Vjosin, që unë ngatro gjithmonë këto dy motrat, nuk e di pse. Sot ka festuar ditëlindjen, e keni parë në portale, besoj gjithandej që e kanë uruar njerëz që e kanë xhante përzemërsisht. Askund nuk pash një shifër, nuk di them sa vjeç është, kështu që nëse keni zbuluar këtë gjë, ma thoni, askund nuk tregohet se sa vjeç bën. Gjithsesi, gëzuar për Marinën, gëzuar për gjithë që festojnë sot, dhe do të kalojmë tek një këngë që edhe nëse i duke e qadë, do gëzosh, do festosh. Është kënga ime e preferuar e momentit. #na jena njo. Në fakt nuk është aq i mirë ky lajm që kemi tani. Kështu që më vjen shumë keq për Chris Brown, po këndon në një moment as pak të përshtatshëm. Gjithsesi, në fakt lajmi që më shumë ti po qarkullon nëpër portale dhe madhëmendja e keni parë gjithandej me apo pa hir është i takon Sinead O'Connor. Sa këngë të bukura ka patur, repertori i shkëlqyer, Nothing Compares to You, një këngë desë, dashuri etj. Domethënë, dhe kjo vërtetoi pa pikë dyshimi që mund të bëhen këngë të bukura, mund të jesh në sukses edhe kur nuk ke flokët kështu, kur nuk je Becky with a good hair për shembull, edhe kur bën një klip i gjiti me një plan buzë, me një sfond, një background të si. Po gjithsesi ne nuk do flasim për këngën e saj, por një lajm jo shumë mirë që na vjen në fakt nga Sinead O'Connor. Është raportuar që të diel në mëngjes të së dielës humbja e saj në autoritetet vendase tek policia. Tani kjo ka dalë për një xhiro në mëngjes. Ti flasim një fjalë thjeshtë, se kur flasim një fjalë komplikuar, askush nuk merr vesh asgjë. Nuk marr vesh edhe unë çfarë them. Sinead O'Connor doli mëngjes veshë ato streçet e veta leopardato dhe tha, po dal për një shëtitje. Që nga e dielë mëngjesi së dielës dhe deri në momentin që flasim është raportuar humbja e saj në polici sepse ajo nuk është kthyer në shtëpi. Ama situata është e serioze, duke marrë parasysh ajo ka patur probleme mendore, ka qenë shpeshherë pranë kryerjes së një vetvrasje, kështu që të gjithë janë të shqetësuar për këtë pjesë. Por gjithsesi, në situata të natyre të ndihmon shumë të mendosh pozitivisht, kështu që le të mendojmë që do të kthehet edhe gjendja e saj do të kthehet normalitetit dhe le të rikthehet edhe në muzikë me gjëra të bukura që ka bërë nga hera. Okej, ky është lajmi që po lexoj gjithandej, shpresoj që të pasues të jetë një lajm pozitiv. Që ton e gjetëm Sinead O'Connor, pa çka se policia deri më tani ka thënë që nuk kemi asnjë informacion tjetër sa i takon personazhit në fjalë. Unë do t'ju sjell një këngë që ju çon në një tjetër dimension, definitivisht shumë e bukur, shumë e preferuar, Ocean Drive për gjithë fan lovers. Kjo është kënga më e fundit të Coldplay, domethënë unë jam rrugës për të vajtur te koncerti i Enrique Iglesias, po të them drejtën nuk do t'ja kurseja vetes një bilet për të koncerti i Coldplay. Më pëlqejnë definitivisht shumë. Mua edhe sikur të më japësh një CD të Coldplay dhe ti shoh me listë gjithë videoklipet e tyre që janë art më vete, do ta bëja. Megjithëse jemi te këngët e reja, te këngët që sapo ka dalë nga furra dhe të bukura ndër të tjera, e tillë është dhe kjo që vjen tani. Unë di që në Fan Lover, domethënë të gjithë ju që ndiqni Fan Day, një dashuri të madhe keni edhe për Nick Jonas. Por secili nga këto Jonas Brothers, po ky Nick Jonas më duket si më atraktiv për femrën. Duke qenë se ky ka qenë i lidhur me një ndër femrat më të bukura të botës, të Amerikës, Olivia, një kohë. Presumohet që kënga e radhës që vjen, që është një Hot of the Day, në fakt ja ka dedikuar ish të dashurës së saj. Tani gjithë kështu themi ne, derisa ato nuk pranojnë dhe nuk mohojnë asgjë në këtë botë. Gjithsesi ne do të kalojmë tek kënga, që e kemi quajtur The Hot of the Day. Më herët ai solli një bashkëpunim me Tove Lo Close, që ishte aq close enough dhe i bukur. Pas atij produksioni vjen me Chainsaw në fakt. Këngë që është lançuar dhe publikuar në 13 maj të këtij viti. Dhe bën fjalë për një lidhje dashurie shumë problematike në fakt që e pasqyrohen edhe në klip, edhe në tekst, edhe në gjithë muzikën dhe në gjithë përbërësit e këngës në kompleks. Kënga cilësohet si një ndër këngët më të mira të repertorit të tij, pa diskutim dhe pa dyshim do të jetë pjesë e albumit që vjen shumë shpejt, pritet të lançohet shpejt në treg. Last Year Was Complicated, kështu quhet dhe albumi. Mendoj që ka shkruar për ish të dashur, duke qenë se vetë ka rrethyer që është një ndër këngët më personale që ka shkruar ndonjëherë. Dhe Nick Jonas kështu është, domethënë depoziton nga gjendja e tij emocionale në çdo këngë që bën. Do ta gjykojmë bashkë nëse ja vlen apo jo, domethënë tik apo kryq, ne vendosim tani. Kjo është Hot of the Day. Si nuk ju pyeta unë ju të shumë kush është destinacioni juaj e preferuar. Unë i kam bërë sa destinacione në kokë në fakt që nëse nuk të jetë një jetën tjetër edhe mund t'i vizitoj ndonjëherë. Gjithsesi, ne po pyesim të gjithë fan lover në fakt, edhe për t'ju ftuar që të bashkoheni me ne sa herë të doni, si të doni dhe kur të doni në rrjetet tona sociale, tepër e thjeshtë është kjo e fundit. Kështu që bëni pjesë jona në Facebook, në TV Albania, ku edhe mund të komentoni në pyetjen e famshme, mendimet tuaja pastaj vijnë direkt këtu në Fan Day. Sot po flisim për destinacionin tuaj të preferuar. Jo vetëm kaq që mund të bashkoheni me ne edhe në Instagram, edhe në Twitter, edhe në kanalin tonë YouTube dhe në website-in intv.al. Me që jemi tek website-i, ai të vëmë ca dallavere të tjera, të tipit këngë tuaj të preferuar shqiptare. Kishim edhe sot këngë preferuar shqiptare, ama nami këtu në Fan Day bëhet të premten zakonisht, ku ne në pjesën e dytë të emisionit luajmë 10 këngët më të mira shqiptare dhe 10 këngët më të votuara sipas jush. Kështu që shumë thjesht, tani merrni mamin, gjyshen, motrën këtë doni, futuni në intv.al/top10 dhe votoni këngën tuaj të preferuar që të premten, pastaj mos thoni po më i ti Fatma, pse s'ma luajte në orën për shembull, se nuk ishte javën e kaluar në orën në top 10.
Thjesht ju duhet votoni dhe ajo bëhet detyrimisht pjesë e top 10 ditë këngëve më të mira dhe më të luajtura të javës. Tani se ika shumë largun, kthejmë pak te komentet dhe shohim çfarë mendimi keni ju për destinacionin tuaj të preferuar. NGVCU thot Spanja, thot saktësisht në Barcelonë sepse atje ndodhet skuadra ime e zemrës. Ndërsa Anisa thot destinacioni im i preferuar është Tokyo dhe Turqia. Aida thot përshëndetje Fatma, Prishtina më pëlqen shumë, por destinacioni im i preferuar është Dibra. Domethënë nuk të jemi patriote praktikisht. Isla thot haj Fatma, destinacioni im i preferuar është Greqia, është shumë bukur atje. Goni Katalani thot padyshim që Barcelona, qytet super dhe më i miri në botë për jetë natë. I love this city thot. Franci thot Miami, Florida. Mund të vendosësh ndonjë këngë të Austin Mahome thot meqense ndodhet në Miami. Sa të shkoj në Miami direkt të gjë ta bëj, pa diskutim që ta vendosim nga dita e nesërme. Artiola thot haj Fatma, sa për temën normal që shtëpia destinacioni preferuar është shtëpia thot, duke parë në TV, sidomos me këto programet e reja. Pastaj destinacioni tjetër është Telekom, unë harxoj minutat sa hapem mbyll syt. Do të përshëndes shoqen time sot se ka ditëlindjen. Pse s'ma the emrin e shoqes ta kisha përshëndetur dhe unë. Gjithsesi gëzuar shumë ditëlindjen shoqja e Artiola Sopajt dhe faleminderit për çdo koment të bukur që ti bën nga hera. Armiri thot kudo që është Skrillex. E do shumë siç duket. Dhe na përshëndet me një këngë të Skrillex o Fatma, patjetër, po sot i kemi bërë playlista, kështu që prit nga dita e nesërme. Eni Dona thot destinacioni im i preferuar është INTV me emisionet e bukura që transmetohet dhe një ndër to është Fan Day sigurisht. Dhe ky është koment i bukur, nuk blen të lexosh më koment pas kësaj. Kështu që urgjent ikim tek kënga e radhës, që se mbaj mend kush është, po e shohim bashkë. Dhe këtu bëhet situata shumë romantike, shumë deep, si që keni vënë në rep. Ca qirin ti kishim ndezur, apo mos digjem jama. Më mirë letërim kështu. Mungojnë trëndafila, tulipanët e Hollandës, detajet e natyre. Gjithsesi është Passenger ai që është në sfond tani, është më romantik se kur, të deme dashurinë dhe me ato nota që sjell ai, të mund të flasësh edhe nga dalë dhe avarë dhe pa zhurmë. Dhe nëse keni të mund të vini fëmijë në gjumë, vendosi këngët e tij është perfekt fare, po më dëgjoj ai që po tallem kaq shumë domethënë, nuk na vjen kurrë në emision. Passenger ka qenë fenomen i 2013-s që me atë këngën super që lançoi asaj kohë Let Her Go. Pastaj aty filluam gjithë që kur ndahemi ta lëm të dashurin në habitatin e tij për shkak, mos merrem mos ky vet thoshte lëre të ik, se nëse don do kthehet, nëse s'don nuk pas ka qenë për ty. Dhe këtu filluam ne të mos se bezdisim më të dashurin që tim le muaj, apo ne do kthehemi prapë kështu me radhë. Gjithsesi, për të kaluar e për ndërmruar disa fakte sa i takon vetë Passenger në fakt. Emri i tij vërtet është Michael David Rosenberg dhe para 3 vitesh ai ishte fenomeni me Let Her Go. Në 2009 në fakt ai ka krijuar një bandë muzikore ku mbante po të njëjtin emër. Siç duket çunat nuk u ndanë mirë me njëri tjetrin. Po flas antarët e kësaj bande dhe çfarë ndodhi? Më konkretisht ai mori emrin dhe çunat i la të shkonin në habitatin dhe në botën e tij mbi gjithë. Ai ishte vetëm 14 vjeç kur nisi të gjeneronte shumë dashuri për muzikën, ku nisi të shkruante ndër të tjera këngë madje dhe në po të njëjtën moshë ka filluar të posëdojë dhe kitarën, të luajnë kitarë dhe të kënaqet me këtë të fundit. Sikundër në çdo këngë që ne e shohim, që është kantautor tani më, ai këndon dhe i shoqëron me kitarën e tij, edhe të kjo që po dëgjojmë në sfond. Ka filluar të performojë në bare dhe në lokale të vogla kur ishte vetëm 16 vjeç. Absolutisht fare lejushëm, po kishte mosha ku respektivisht ai la dhe studimet për të marrë me këtë të fundit. Një pjesë të mirë përpos këngës se ka shpenzuar dhe si chef, se desh thash master chef domethënë. Kështu që jam e sigurt do dashuroheni, më dashuria vjen nga stomaku dhe ju gatoj ndonjë gjë, shoqëruar me muzikë dhe çdo gjë kur e bën me muzikë del akoma dhe më mirë mbi gjitha. Ishte një e dini sa ka fituar, se këtë doja të thoja që në fillim. Vetëm me këngën Let Her Go, ai ka futur në llogarinë e tij bankare plot $11 milion, domethënë vetëm me një single të suksesshëm që ka bërë. Imagjinoni Rihanna që i bëj çdo këngë suksesshme, sa mund të fitojë. Bëni llogaritë vet, merrni lapsin dhe letrën. Ndërkohë unë ju sjell këngën më të bukur të 2013, ajo që e bëri dhe shumë të famshëm Passenger, Let Her Go. Kjo kënga që vjen tani është një mrekulli e gjitha. Në fakt edhe në regji për këtë po flisnin, për Coldplay. Tani nuk e di ose nuk jam unë mirë, ose kam bërë një kthesë rinjësore, po mua vokalisti Coldplay, Chris Martin, që kur është divertuar para punës, të kohët fund gjithmonë më simpatik po më duket. Nuk e di pse mendoj kështu. Ke ndonjë kundërshtim ti që po më shef ashtu? Jo, shumë i mirë. Dhe pëlqej shumë mbi gjitha për të mos folur pastaj me se kur sillin produksionet të bukura ne fillojmë të i shohim me sytë e zemrës, se dashurojmë me këngët dhe duket një cop ylli. Chris Martin duket dhe i toni figuar ku ai nuk është aq, po ta mendosh mirë. Kënga e radhës
ose ndryshe suksesi i radhës, ose ndryshe goli i radhës i Coldplay mban emrin Up and Up në fakt dhe edhe më herët në regjinë po thonim ç'është ai klip ashtu, ç'është ajo mrekulli, sa regjisor mund të kem punuar për atë klip. Edhe ne që jemi amatorë në fund të ditës e kuptojmë kur një punë është me të vërtetë e mirë. Një klip që jo vetëm ju deb, jo çon dimension tjetër ju përfshin në gjithë atë totalin e këngës që është sjell. Ajo që vlen teksohet është se ka vetëm 13 orë që është lançuar dhe publikuar dhe po thyen një tjetër rekord duke kaluar shifrën e 3 milion klikimeve kështu për një 13 orarshi. Kënga është pjesë e albumit The Head Full of Dreams në fakt dhe po shet vazhdimisht shumë, por rezulton më sukses me një grupit në një kohë të shkurtër. Coldplay nuk din të zhgënjej, videoklipi është thjesht mahnitës, unë juftoj ta shijojmë bashkë. Siç thash edhe në hyrje të parë deri në sot, unë nuk do jem vetëm në një pjesë të mirë të emisionit, përkundër se kam 2 djem që më kanë zënë gjithë divanin. Sa mirë keni bërë. Mirë se erdhët. Kemi Mirin që na erdhi nga Durrësi dhe jetë Miri që vjen nga Prishtina, po nuk ka ardhur sot, apo? Jo. Kam marrë vesh që kohët e fundit vjen shumë shpesh në Tiranë. Tani ti ke të dashur këtu, ke punë, hajde tregoje shpejt. Jo, unë jam single. Po. S'kam pas kur dashur. Çfarë thua? S'kam pas kur lidhje. Jo sinqerisht. Ama këtu janë aktual ma shumë me punë, që puna lidh shumë ma shumë puna me Tiranë. Po kështu vin gjërat avashava. Edhe për ndryshe po mendojmë për një 2 javë me dal këtej. Oh, do kaloni me studio Me studio, me ekip, me këtë, sa mirë. puna lidhën shumë punë. Sa mirë. Për t'informuar edhe pjesën ndërmuese të publikut, djemt në fjalë janë ato që kanë faqen showbizit shqiptar më e klikuara, më e lakuara si në Instagram ashtu dhe në Facebook me 1 milion e sa ndjekës jeni apo? Një faqe që nisi, sa shumë. Një faqe që nisi këtu dhe 5 vite më parë. Di që ka qenë një nisje spontane. Ka pasur një moment ku jeni penduar për ta mbyllur këtë faqe në Miri? Për të penduar jo, po kemi menduar që mos t'ishim publik, do me thënë, se ne kemi bo disa dalje të shpeshta në televizione dhe ajo na ka bërë të kemi dhe probleme, apo nuk i sulmojmë do të si duhet. Na ka dollë kesh ajo. Kena pas goditje fizike. Qa thua? Kam lezuar diçka në fakt. Po pse mund të keni problemi ju me vipat kur ju i reklamoni këto të fundit? Do të thonë merrni foto, t'i nxirrni? Po, ai fakti është që ama kanë herë duket se këtë reklama është e mirë. Qofë për të mirë, qofë për të keq, ama kanë herë qaq vjen kulmi i ty nëso që me 1 ditë ose 2 ditë mos me ja plëcu kërkesën me bënome. Më vërtet? Po, dhe kemi mujtë me po, kena pasë do probleme me do emra ndryshëm, s'po du me të keq. Okej. Se që ku e në shumë të i, ose e në hapa të para, për den e në konë për atyne që të ditën i kanë rrët telefonit, ose kanë pasë nevoj për rjetët tona. Po mas një ku e thonë që fama prish, degeneran kanë edhe këna osën që ato probleme, sa që tash i kim klasifikue. Shumë emra vjapë këna bu kështu që mo nuk shfaqen të na. Më vërtet? Do më përmundin dhe një nga këto emra që nuk do t'i gjejmë Po, kur tek faqja showbiz? Po është nojzi, që kur njetën e ti mu s'ka me... Po më herët ju e lançoni të goxha, mbaj mend, Po, ka po pas shumë patëm foto. probleme. Kemi disa probleme dhe një pjesë artistesh janë bërë me vizë faqen tonë. Kush janë këto artistë që janë në Nojzi, vizë? Enca, shumë vejtyne, s'po du me vazhdu ma Po pse Nojzi dhe Enca, jetojmë një kohë kur ato kanë shumë fansa dhe i duan dhe janë shumë të komentuar, si njëri dhe tjetri. A nuk mendoni që ju keni neverdinën si Jo, keni rregull, ai sa do ka fansa, unë hala ko ma shumë se ai. 2 herë ma shumë se ai. Faqja juaj në Ku fakt ta po. mrrin ai 1.3 milion showbizit, plus na kemi një përparësi që i kem fansat përzime. Që janë Shqipëri, diasporë, Maqedoni, Kosovë janë do t'ati, do tjetëri, do më thonë është një fenomen që na kem kriju për zeros. Ai pavarësisht se i ka fansat ato që janë mundën edhe mi u shuko pas. E kuptoj, po çfarë ndodhi? Me gjithë to që kapeni, do më thënë dhe i përjashtoni nga faqja juaj, ndodh sepse bëjnë diçka që nuk ju pëlqen, në sensin ju kërkojnë të heqin ndonjë foto, të postoni diçka bëjnë gjëra shumë herë më të pista, do me thënë, që na i shkelin, do me thënë, kërkojnë t'y postosh edhe në një moment të caktuar vazhdojnë nisin të raportojnë ato që ai ke postuar. Do me thënë, na ka kërkuar, ju lutem më postoni, jo ju lutem më postoni, po lutem këtë klipi, kështu çojnë foto ekskluzivitet. Në një moment caktuar kanë ardhur disa raportime nga disa individ caktuar që kanë raportuar imazhin e tyre, do me thënë showbiz, që s'kanë nevojë, do me thënë, të reklamohen sipas tyre dhe
ne i kemi bërë remove se nuk do të mëtojmë as veten më tonë as treguat faqen. emrat që i keni bërë remove. Ka ndonjë emër që e keni më për zemër dhe postoni më shumë foto të atij personazhi? Po. Jënë do emra që pej zerës në kam mbështet. Unë po flas personalisht që 7 vjet kam shok ngushtë, kështu po mendoj ledri vulen është që deri sot normal që e ka përkrajnë maksimal, edhe pse është një reper shumë i talentuar edhe ka qindra mija fansa, na e publikojmë çdo ditë. Era i Strepin, Nora i Strepin. Shqiptarët e Kosovës shumë emra, jo, shumë emra, edhe këtej në Shqipëri, për arsye që janë pe ditë s'parë që na njihem, e kem halon njëjtin raport mirë të shkëlqysha. Çfarë silën për shembull e kemi ndihmuar nga fillimi deri tani. Po, çfarë duhet bëjë një personazh i famshëm që ta keni kaq gjanë dhe ta jepni suportin tuaj, ta lançoni? Mjafton sillet real me sillet si shikoj, na e kena pas një farë trendi, mos them një farë fushate që në moment që unë të mbështes ty gjatë gjithë vitit, domethënë në fund vit ndoshta mund duhet diçka për rjetin tonë. E kuptoj. Që video, 80% po. Ti e keni bërë këtë gjë shumë. 80% artistat këtë na kanë po. Moment saktum X këngëtarja ose talenti Ajenca Axhia, po tu në zboj kështu, do të thotë se ka rrit një kulmin. Ore, që më duket, ç'a ndodhi? Jo, po na kena një foto që ka bërë kur ka qenë 15 vjet. Ma duket shumë keq ato, s'bën as me nxjerr. Edhe do më thonë, këtë që ka dumë për tyne, jo, 90% janë perfekt, po 10% që i artistave që janë legena, do më thonë, kërkojnë një vjetë reklamë dhe që atë moment që më vynë mu diçka, bëhet kështu dru, kështu kush jeti. E kuptoj. Mu nuk mundëm me po atë se. Kush është personazhi në faqen tuaj që komentohet më keq? Ajo duhet hiqni ndonjëherë komente se mbasi janë të paligjshme. Kush është ky që e shajnë? Ne zakonisht kemi bërë diçka një moderim që mos dalin komentet shumë ofenduese, po prap ka fjalë, domethënë që janë ofenduese. Me pa moderime kush komentohet? Kush shahet më shumë? Ata që zhvishen më shumë. Po. Ato më saktë. Dina shtërën 45 emra, ama sidomos kjo trenda fundit që dolin këto këngëtarët e reja që nas se kom idenë kush janë deputeta, ministra, lidhje, tu po komentojnë shumë për të keq. Se kanë kuptu dhe publikit që po e bojnë për me marrë audiencë fake, trema. Këto që kanë të dashur deputet, kështu gjë. Nuk i lançoni këtë faqja juaj? Jo, ama veç se ju në komentu shumë. Përgjithësi jo veç të nanë shubez, po këtë rrjetet sociale. Ama nuk është se komentojnë pozitivisht, jo, kjo është e rëndësishme. Pozitivisht jo. Por rëndësi po përflitet për to dhe është diçka e mirë që ato e kanë arritur pavarësisht se. Edhe anti-reklama është në fund të ditës. Se dalin kod me një prononcim veç me arrit një grad me një publiki, sukurone këto tëmë me kërë parlamentar njëm një lidhë, po ajo nuk e di. Ajo nuk di që nuk është koshiente për këtë pjesë. Me gjithë jemi të komentet negative, duhet dikush është fotoja që sa po e hithi bombardohet nga komente pozitive, që njerëzit e duan shumë, ka shumë sensacion në faqen tuaj. Kohët e fundit, e pozitiv, ka marrë shumë era që ka qenë një trend, po janë edhe për shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit, o Dua Lipa që komentohet shumë. Unë e preferoj shumë. Beberegja, do më thonë, kam për 3 emrave që janë të arritni një kulminacion shkëlqyshe. Edhe normal që 90% kanë komentet mira, se nuk është të arsyshëm, edhe mu komentu për të keq. As nuk zhvishen, Fix. Që është shumë e rëndësishme. Në fakt, çuna ne do shkëputemi për pak për të rikthyer sërish në studio. Dëgjojmë një këngë. Unë gjithashtu kam dëgjuar që përpos që i menaxhoni faqen më të famshme të showbizit, që është mua më pëlqen që keni komplimentet e mia, më updateon shumë. Tani pyetja ime e parë është kjo, ku i merrni këto fotot? U dërgojnë personazhet, i merrni tek taget, tek snapchat? Si ndodhet gjithë procedura? Jo, ama është edhe shumë bityne që i kena listen që i menaxhojmë online. Do të stafi jonë. Përpos se keni faqen e showbizit, për shumë keni dhe faqen e... Jo, i kem artistat që është Ledri Vula, Era i Strepi, Nora i Strepi, kem këtej në Shqipëri shumë, Gjencila Mjutezaj, Greta Koqi, Eni Koqi, mos thëmë mbi 50%. Edhe normal që kena atë bashkëpunimin e Mirfill që me bot diçka bashkë, që del ekskluzive. Nuk është problem që e marrim më shumë
që pa tjetër tjetë veç të ne, pastaj. Ka raste që delëtë, faqe artistit, pastaj të ne. Nuk është që se tash kemi arrit një nivel që kemi javt audiencë, që ku shmëri. Kësore është që kemi një program strike, që të me kena poster, që e dim që ka lansojmë. E kuptoj. Edhe shumicën, po të punët, edhe artistat të ri janë aty promovu, se për ndryshe, po në që një vetë, e kom marrë edhe një studion menaxhem që i kom bashkëpuntuar dy producentat Nërtilin dhe Granitin, që kanë lansu kongën e fundit Nora i Strevit, do thot i kom zgjeru aktivitetet edhe për audio. E kuptoj. Ta shumë t'i punu do emra shumë interesant, për kisha huxu dhe mi zbulu. Jo, fillon ju ditë një artistat për të lënë qikë suspensë sekret. Pse keni këtë fiksim? Ama, janë të dollë, mos thëmë do hite që kanë me dollë për i. Kjo është e rëndësishme. Promovimin e bëni mjaft mirë të showbizit shqiptar. Kam dhe një pyetje në fakt. Qëllon, ka ndodhur edhe një herë që një personazh i famshëm ju ka kërkuar vetë që të nxirrni një foto, mbasi kjo foto nuk ka patur sensacion të mirë dhe s'është komentuar mirë dhe ju ka telefonuar për ta hequr këtë foton? Po, ndodhin kësaj. Ndodh gjithmonë? Po. Kush janë personazhet më problematik që është vështirë? Unë i kam ca në kokë për shembull. Ndoshta ata që s'po i nxjerrin më, që s'po dalin më. Enca Venovici domethënë. Janë dhe një pjesë të tjerë që super mendëm, po. Është më lehtë menaxhosh artistët të shqiptarë të Shqipërisë apo shqiptarë të Kosovës? Mos kisha pa çfarë më bë dallime. Ama për mua janë këtë okej. Si Shqipërisë, si Kosovës janë këtë okej, ama me Kosovë sapet e kena një pikë që din çka duan. Ma ka njerë në pak do të Shqipërisë, mos të më këtë, po do disa për i tyne, që nuk e din asë çka kërkojnë. E kuptoj. Edhe kjo sill paqartësi pastaj. Po mirë, janë më të lehtë në menaxhim gjithmonë femrat apo meshkujt? Me femrat. Femrat janë të kuptueshme, kanë rregull, ama ku të vjen përfundimi edhe te femrat ki nga tresa që mundos me hasme një me egzageru e problem. Kurse të meshkujt e ki e punë burrash, po jo. Po mëndoj të ana e pistave kështu. E kuptoj. Madhët e femrat jo nice, se na dhe në shumicën e femrat do thotë që i kena bashkëpunimet e përbashkët. Duke që si jeni një faqe që tani më keni kriju akses tek VIP-at, i keni edhe miq, me sa kam parë dhe në Instagram, merrni dhe ekskluzivitetin nga këto të fundit, keni menduar që këto ta përdorni për të bërë live me ju vetë, për të bërë edhe një portal në emrin tuaj? E kena pas portalin ABC oficial. Do të thotë kena marrë 5 muaj që deri para 3 ditë do thotë më nuk bë pjesë, nuk është pjesë e jona. Për arsye që heci kogja mirë, po shumë artistë janë nisën mu distancu, se mëshin pak si dhe personale. Dhe po më të arsyshëm që s'po kem dëshirë dhe mi prish shumë raporte. Se në moment që po kem ekskluzivitet, po kem qoftë skandale, nuk po mundë me javlancu, a përdin? E kuptoj. A e kishit menduar në njeri që kjo do shndroj një biznes fitim prurës dhe do ishit faqja më e klikuar dhe më e përfolur në momentit? Jo, si kena mendu që, ama normal që kena punu shumë, se mos bëhet që 6 vjetë, të thotë, unë kom fillu në mënyrë që e kom bo me pasion, kom qenë administratori Skills, grupit Skills, ku ka qenë leti. Ajo ka qenë faqja e parë që të kam dhënë për të menaxhuar, apo? Pastaj labelin Baba Stars, pastaj kena pas një bashkëpunim e mirë që kena bo për një kohë stop, apo den, interesat artistike, të këqyrim interesat tonë personale. Edhe ka ardhë që kena fuqizu shumë showbizin. Mos thëmë që është faqja me famë, me emër më shumë që ekziston trojët shqiptare. Po, a ju bezdisin për talet ose faqet e reja që hapen me në emrat të tjerë, po që në thelb dhe në fokus kanë showbizin? Jo, s'na bezdis. Jo. Edhe unë kom qef me pa tjetër në ardhë drejt rrugës tonë, unë së më bëngan. Na shtyn më përpara, ne të ecim më shpejt do më thënë. Edhe pse nuk ka, pak kanë qenë, disa faqe, po që janë mbyllë. Janë fshin nga Facebooki, edhe unë kom një shumë keqare, seriozisht. Po. Edhe na kem pas drejtën edhe fuqit, se shumicën artistëve që edhe mi kem dokumenta, idea. Kemi mundësi të raportojmë, po kem aksesin me fshin një foto. Po kuptoj. nuk I kem pengua dhe ka qenë një faqe që s'po du mi cek me deri 1 milion,
po një kompani YouTube-it me drejtat autore që ja kam fshi. Se kanë tentu edhe neve me na sulmu, ke pas sulme shumë. Derisa erë puna që 5 ditë dolem offline. Do të u bo alarmante këtë media atë u mbyll, showbizi u mbyll. Na ishim duke bërë shumë plash Durrësit, derisa dolem online prap, u rikthy. E kjo ishte një lojë nice. E kuptoj. Tani si në fund, do më zbulon ndonjë sekret të këtyre artistave, për shembull kush nga këto ka ndërmend të bëjnë një këngë, kush nga këto ka fotot më të bukura që nuk i nxjerr, kush ka qejf të vishet, kush ka qejf të zhvishet. Po pra më thoni diçka tani. Sidomos ti njerë, se ti di shumë sekrete, me sa di unë. Jo, në të bëj pak publike se unë e kom një këngë të hala pa dalë që janë, po flasë për të studio jonë. Kush do t'jenë këngëtarët që do t'jellin diçka? Ka me qenë e hetë shumë i madhë veror, gëtuari me Majkun. Prap do kënë këngë bashkë? Po, do thot që ka punu bashkëpunëtor im, producenti në Ertilje me vllajën e tij Liberiane, vllajën e gëtuari. Pak qëndrohet gëtuari, po s'ka lidhje që e puna ekskluzive. Sot ka fest, me sa di unë nuk do ta marri për keq, me sa kam dëgjuar herë të poshtë. Ka me pas shumë sen, Ledri ka me pas shumë... Një pyetje kam unë, Ledri do ta ketë prap bardhëzi këngën? Ka diçka me ngjyrat ideal? Mund t'ja përcjellësh mesazhin tim? Ti pëlqen me kom black weight. S'ka gjë, lezetshëm është në ka fund dhe fundit. shumë qasi stili, që po duhet me kom diçka bardhëzi. E kuptoj. Nora vjen edhe me një këngë tjetër. Do vi vetëm Nora apo bashkëpunim? Po, më duket. Jo, më duket po solet. Po, bashkëshorti Norës, çfarë bëu? Do bënte ai këngë? Po, edhe Roberti do thotë është duhet punu një këngë në studiot të na. Për ndryshe, është të dhajnë menaxhimin tim. E kuptoj. Roberti do vi vetëm apo me Norën? Jo, vetëm do dal me datë 25-26 klipi, që do jetë shumë interesant, një vonë që do jetë shumë e përfolme. E kuptoj. Se do jetë, për as zbuloj edhe ati, do jetë një temë për femrat të Tiranës, Tulqinit. Qa thua? Një bashkim kombëtar Po, për dhe femrat? përfundimi i refren do jetë Made in Albania, kjo është Shqipëria. Super, shumë e bukur. Dhe vetë gjirimet i ka fillu Roberti, diçka tjetër, s'pom kujtohet. Po kaj sa më Do thënë, sjellë shumë edhe të projekt 2 të Roberti, Po. po për verën. Prapë? Kjo interesante shumë. Nuk e di, ishit rahat, u knaqët? Shumë Unë nuk rahat, knaqja, me së drejtën. Ti nuk i hoqe kur ato syzet të Mugo mirë. që fi heke, Pa pra ta shojmë pak se kush është ky djali. Se mbase nuk e vutëre. si për gjumë. Tani edhe mund të flesh gjumë, nuk është Jo, problem tash fare. shumë dritë, se po kjo do morë gjumë. Unë ju falenderoj shumë që ishit me mua, ju uroj shumë suksese. Faleminderit Edhe edhe ju juve, komplimentoj që po e mbani kaq mirë showbizin shqiptar në fakt. edhe për neve shumë komplimente për emisionin, komplet in TV-n, jeni shumë mrekullueshëm. Faleminderit shumë, ne shkëputemi për pas. And the girls wanna play with girls, boys wanna play with boys. Oh. Me ka po flen telefon ti? Unë pas kam shumë të hapur, si më tha gjë ju çuna, s'foli asnjëherë kështu. Shokët për këtë punë janë. Ha Fation, ti ku ftyra tani? Thonin çik vëmë në kapse në gjë, kam një mamun që më shef në shtëpi, apo si dini këtë detaj. Gjithsesi me pak Photoshop, problemi është se s'kam vesh pushak të ma, ty e kam malli. Me pak Photoshop, do më thonë dalë edhe unë kështu një super vajzë me forma trupore, një Kim Kardashian shqiptare, se jo më kon po flas për Photoshopin, në fakt pritëratojmë një se këtu kemi shumë për të parë. Hap dhe këtë fustanin se e kam shumë qef. Dhe shohim personazhe që akuzohen së tepërmi për Photoshop në fakt, kështu që le të zbulojmë pa humbur kohë foton e parë të top 5-it dhe sotme, shohim. E para është mbretëresha e Photoshopit. Edhe në Shqipëri kemi sa duash, ne mund të bëjmë një tjetër për shembull. Janë të shumtë të rastet ku Kim është kapur mat duke photoshopuar veten e saj në për foto ndryshme. Nuk është aq perfekte sa e shihni poshtë lart në për foto Instagramit. Në Insta shfaqet shumë ndryshe, në publik shumë ndryshe. Shiqur që kemi paparazzi dhe na tregojnë vërtetën. Së dyti, një personazh tjetër që është akuzuar është Miranda Kerr. Një personazh i cili fatkeqësisht është kapur disa herë duke photoshopuar fotot e saj. Një ndër supermodelet e Victoria's Secret, Miranda, e ka patur shumë qejf Photoshopin, edhe pse ajo nuk ka nevojë në fund të ditës. Së treti, vjen edhe Queen Bee, në fakt është kritikuar shpesh herë, edhe është kapur mat shumë herë duke photoshopuar trupin e saj, kryesisht pjesën e këmbëve. Mirë që photoshopohet, por edhe që nuk kujdeset për të mos rënë sy. Ndoshta edhe Queen Bee nuk është aq perfekte sa ne mendojmë dhe e shesim kështu lart e poshtë. Lindsay Lohan i pranohet çdo gjë. Lindsay Lohan e ka tepruar sepse ka harruar fare të kontrolloj fotot para se ta hedhë në rrjetet sociale. Muret dyert e shtëpisë kanë marrë forma trupore të aktore, sikundër edhe e shohim. Por ta mbytur me një personazh që nuk prisja Lady Gaga të ishte pjesë e Photoshopit
për shembull në 2012 te sa po fotografohej për kopertinën Vogue, u shokuan të gjithë kur vunë re se vajza në kopertinë nuk kishte të bënte fare me Lady Gaga. Pse? Sepse ishte futur ai shoku që kemi në Photoshop dhe kishte ndryshuar gjithçka. Gjithsesi, megjithëse jemi tek gjërat që janë bio, domethënë pa Photoshop dhe pa asgjë, muzika që bëjnë The Chemical Brothers është gjithmonë e tillë, kështu që një ndër këngët e tyre nisin tani. Po e bë një xhiro kotun ti, s'është problem besoj, që të tonifikoj këmbën ndër të tjera. Edhe kam qejf të rinë këmbë se më pëlqen fustani, kam thënë shumë herë sot e egzagjerova, nuk e them. Gjithsesi, po Justin Timberlake ju pëlqen? Shumë. Cry Me a River, kush nuk ka qenë me atë këngën. Përpos kësaj unë harroj që sot kam fustan dhe filloj ulem në ato mënyrat e mia. Përpos kësaj e ka patur gjithmonë një repertor që na ka munguar, sidomos gjatë asaj kohës ku nuk kishte nerva të bënte muzikantin e mirë, por bënte babin e mirë, i martuar me aktoren Jessica Biel, tani më edhe një baba. Më në fund erdhi rikthimi i tij në muzikë dhe për herë të parë në historinë e repertorit dhe muzikës që ka bërë Justin Timberlake, ky është produksioni i parë që pozicionohej direkt në krye të top listës më të famshme në botë që është ajo e charteve të Billboard, në fakt. Can't Stop the ta shoh pak titullin se e harrova në fakt kënga që Can't Stop the Feeling, një këngë shumë pozitive në thelb. E ka lançuar pak kohë më parë edhe klipin tek show i Ellen DeGeneres në fakt aty ku gjithë bumet mediatike bëhen praktikisht. E keni parë që ngriti në këmbë gjithë Eurosongun, megjithëse ky ishte i ftuar dhe special që çeli dhe ishte performancë speciale e gjitha e tija. E di pse në fakt ka kënduar tek Eurosongu, t'ua them, sepse autorët e këngës së tij ishin suedez. Kështu që le të bëjmë ca qoka dhe këndoj atje, ishte gjëja më e bukur e Eurosongut me atë mendja në këtë vit. Ka vendosur t'i bëjë të gjithë të kërcejnë Can't Stop the Feeling, artisti 35 vjeçare ka sill tani më edhe videoklipin që pritet dhe shpritur tmerrsisht shumë mirë në vend të parë në Billboard. Çfarë mund të themi më shumë vetë se çohuni si për divanin, si për tavolën, ku doni të jeni, me gjyshin dhe me këdo që jeni në shtëpi dhe le të kërcejmë Can't Stop the Feeling. Kemi shumë gjëra të bukura në fakt sot në pjesën e mbetur. Sa të mbaroj Fandenjër e dini se çfarë duhet bëni. Keni kohë tani ndonjë gjë të vogël, kështu po sallas është dhe verë tani që mos rini nëpër palestra. Edhe të uleni direkt ama duke parë The Greenhouse, episodin e radhës, çfarë do ndodh me ato dy të talentuarit, inteligjentët, me vllajën dhe motrën që janë gjithmonë në aventurë dhe janë shumë inteligjent të gjitha, janë fëmijë me të vërtetë shumë të mbar. Do ndiqni sot se deri ku do të shkojnë aventurat e tyre dhe çfarë do ndodh te Greenhouse, çfarë rezervon episodi i ditës së sotme. Sapo të mbaroj Fandenjër, respektivisht 17:2.00. Për të kaluar pastaj një orë më vonë ku sërish sillen një gjë të bukur, ritransmetimin e fundit të In The Hood në fakt ku sillen këngët dhe publikimet më të reja por edhe retro, kështu të këngëve më indë më të mira të hip hopit mbi gjitha. Në orën 19:2.00 është episodi më i ri i Sfidës, një show televiziv as pak normal sikur më parë ku personazhet tuaj të preferuar shikonin në sfida të vërteta, kështu sa rrëzohen, bëhen qulla aty në ujë etj, por shumë fani. Në orën 20:00 vetë duhet të shikoni të rejat me Rudi dhe Mateon. Ke një arsye më shumë se ka ditëlindje Rudi. Shikojeni pak sa ka ndryshuar Rudi. Se është një vit më i rritur dhe më i madh në tjera, edhe urojeni përzemërsisht e uroj dhe unë se e kam shumë gjan. 21:30 e marta me të vërtet lart e poshtë quhet si ditë ersi, po këtu është një ditë shumë e bukur, është Cine Lovers, sektori im preferuar ku të martave gjithmonë në TV keni një komedi dashurie. Kësaj herë në fokus janë dy çifte, i bie 4 personazhe. Janë një djalë dhe një vajzë që shkojnë shumë mirë me njëri tjetrin, janë dy kolegë pune, po problemi qëndron këtu që ata janë të lidhur me dy njerëz të ndryshëm. Shkojnë të bëjnë ca pushime që të katërt bashkë dhe aty ndryshon shumë situatat dhe kuptohet se kush duhet rri me kë. Një komedi dashurie për të mos u humbur se unë vdes për këto situata, që ka një çik dashurie edhe për të qeshur mbi gjitha. Kështu që këto dhe shumë gjëra të tjera të bëjnë ty t'jesh in for life dhe t'jesh përpara In TV. Tani është Beyoncé, e shohim. Ta këndoj dhe unë një qik të këngë se kush po këndon tani në fundit. Ne me që të përmënda fundin, jemi në fund të Fandenjër për ditën e sotme. Super mega ekstra faleminderit që ishit me ne edhe në ditën e sotme. Kaq kisha. Se ju me zi prisi që t'ikim, e dalloj. Gjithsesi me këngë të bukura ta mbyllim e ditën e sotme dhe me komentet tuaja dhe me një ftesë gjithashtu për të gjithë ju që të na bashkojnë në rrjetet tona sociale. Është tepër e thjeshtë, mjafton që të kesh dëshirë të jesh in for life dhe këtë e bën me një Facebook In TV Albania, me një Instagram In TV Albania, me një website In TV Albania dhe me një kanal intv.al, domethënë ku mund të shikoni gjithçka çfarë ndodh në çështje sociale dhe në showbizin shqiptar të tuaj dhe mund të votoni këngën tuaj të preferuar intv.al/top 10. Në portalin tonë YouTube In TV Albania mund të shikoni dhe të rishikoni puntatat që ju dëshironi më shumë, personalet tuaj të ftuar dhe gjithçka tjetër. Tani, si përfundim u them ta marrim dhe një Telekom Albania. Ku e kam lënë telefonin? Ja, ku është? Të marrim një Telekom Albania në telefonin ton që durojmë dashuri.
Meqenëse presumoj që këto ditë të jenë ditë me shi, çfarë të bësh vërtet? Rri në shtëpi më mirë, vetë të kontrollon se çfarë ka bërë ishi dashur, pas kam kthyer telefonin mbrapsht. Vetë të kontrollon se çfarë ka bërë ishi dashur, ku ka qenë mbrëm, taget që i kanë bërë, kujt i ka bërë like etj. Mund të shkruash kujt të duash, mund të flasësh non-stop me telefon me shoqen tënde të ngushtë, për shembull të ndani sekrete dhe çdo gjë tjetër. Fal 4G që sjell Telekomi të bëja për herë të parë në Shqipëri dhe paketave të konvertuara kështu në minuta dhe në mesazhe për të komunikuar me njerëz që ju doni dhe për të krijuar çaste që ju lidhin. Kështu që duhet të jesh Telekoms që dita jote të shkojë më mbar dhe ti të jesh edhe pozitiv fundit. Po flasim edhe për destinacionet dhe nga nuk kemi vajtur sot me imagjinat, domethënë, njëri na çonte në Ibiza, njëri na çonte në Londër, tjetri në Paris etj. Gjithë këto e keni bërë ju fan lover me komentet tuaja në Facebook Interval Benja, komente që mund të lexoj tani, që i dedikojnë gjithë destinacionit të preferuar që keni aktualisht në mendje. Okej, kalojmë këtë marrë dhe këtë lojë janë bërë këto komentet. Gjithsesi, Erioni thot aty ku ndodhet Selena Gomez për shembull. Ndërsa Ana Maria thot Monte Carlo, Praga janë super vende. Andi Dota thot Paris, Londër etj. Ardit Coca thot Miami, Florida e kështu me radhë. Madrid thot Megi, Spanja thot është një dashuri thot Ana. Leo thot Athina është vendi ku jam rritur. Ndërsa Erioni thot atje ku ndodhet Elizova një Erion. Hailey thot pas Austin Mahone u ndjem gjatë gjithë kohës. Kudo ku të shkoj ai domethënë. Inshallah vjen Shqipëria ai që do ti të rish këtu. Flogerti thot New Yorku. Ajo Anglia me atë Londrën brenda, thot Besa, sa komenti bukur. Luena thot Amerikë në New York. Përshëndetje INTV thot Merlin. Destinacionet e mia të preferuara janë Gjermania dhe Turqia. Ndërsa Alda thot destinacioni im i preferuar është Spanja, Amerika thot Eva, Londër thot Alda, në Durrës të dashuria ime thot Elisa. Ti ke stresën dashurisë. Armi thot Dubai e ka mendur të shkoj. Ireta thot gjithashtu Dubai, çfarë emri i bëre. Dritjeta thot Maqedoni, çdo vit kur kthehem nga përpushimet nga Italia, thot shkoj në Maqedoni. Ndërsa Enea thot vendi ku kam dëshirë të shkoj është Milano ose Madrid, sepse atje janë dy skuadrat e mia të zemrës. Destinacioni im i preferuar Neli thot Saint-Tropez, Ibiza, Miami etj. E përshëndesim shumë Neli Skanën. Dhe një donën që e lexova më herë dhe kaq ishin. Faleminderit shumë, shpresoj që sot mos kem lënë ndonjë koment pa lexuar që mos më akuzoni dhe mos më kryqëzoni pastaj. Super faleminderit që ishit me ne, bëni qejf, takojmë nesër. We're riding down the boulevard. We're riding through the boom, boom, boom.